për një tjetër mega aferë dhe pse janë bërë kaq gati të mërzitshme këto etiketime dhe këto përcaktime, mega aferë, super skandal, por me sa duket në përsjatjen për të rilindur ushtrinë shqiptare kemi gjetur një front të ri super vjedhje. Teti Blushi në fakt ka qenë nga të paktën që ka reaguar politikisht për këtë çështje, të ngritur nga emisioni Plug në Syri Televizion, ndaj kemi bezdisur sot nëse ka avancuar diku tjetër me qëndrimet. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, edhe është kënaqësi asnjëherë bezdisje të jesh i pranishëm me të dritare lirie. Ka peshet është një dritare lirie për të gjithë shqiptarët. Kështu që është gjithmonë kënaqësi. Faleminderit zoti Blushi. Çështja është për të rikthyer pak tek Ron Jefet, miku izraelit i kryeministit që funksionon tani më jo vetëm si lobisti i tij, por edhe si krau i vet i armatosur, nëse mund ta etiketojmë kështu. Së pari më lejoni të përgëzoj punën e zakonshme që ka bërë emisioni Plug, jo vetëm për zbërthimin e kësaj afere, por për shumë afera tjera. Të mos harrojmë që i gjithë buxheti i Plugut vjetor është më i vogël se paga që sot merr një prokuror i prokurorisë speciale. Detyra e secilit është pikërisht zbardhja e këtyre aferave, nxjerrja e përgjegjësive dhe ndëshkimi ligjor për të gjithë ata të cilët guxojnë të vjedhin 100 darkë, jo më qindra milion euro si në këtë rast. Megjithatë, dua të theksoj që për nga mënyra se si Edi Rama qeveris vendin, është një autokrat i cili është i pangjashëm me autokratë të tjerë në botë. Bota ka parë shumë diktatorë, të cilët kanë qenë shumë i zorë, por cilët nuk kanë pasur dy karakteristika që i ka Edi Rama. Edi Rama është, përveç se është autokrat, është edhe mercenar, është edhe rrugaç. Cilësime të cilat diktatorë të tjerë nuk i kanë patur, pavarësisht se kanë qenë shumë i zorë dhe që banditizmin e vet janë munduar ta maskojnë në mënyra të tjera. Edi Rama them që është mercenar, i pakrahasueshëm me asnjë autokrat tjetër në botë, për shkak sepse ai është mercenar jo vetëm i George Sorosit, jo vetëm i Aleksandr Vučićit, por edhe mercenar i gjithë mafjes ndërkombëtare që e sheh dhe e trajton Shqipërinë si plaçk për ta zhvatur. Një ndër ta është edhe i famshmi Ron Jefet, i cili ose nëpërmjet të cilit Edi Rama ka shpikur një aferë për të vjedhur jo vetëm taksat e shqiptarëve nëpërmjet gjoja pajisjeve ushtarake, të cilat ne i pam se sa efektive janë me përmbytjet e javëve të fundit, kur kamionët e ushtrisë përmbyteshin në kanalet e përmbytura të Durrësit, apo kur punonësit e forcave të armatosura nuk ishin pajisjet e duhura për evakuimin e banorëve, dhe më rëndë se kaq është fakti që pronat e forcave të armatosura po i falen një individi i cili nga NATO është përjashtuar si një figurë që ka bërë gjithçka thjesht dhe vetëm për t'u pasuruar në kundërshtim flagrant me ligjet e sigurisë, sidomos, dhe kjo duhet theksuar, të një vendi antar të NATO-s, i cili e ka dorëzuar sigurinë në duart e shumë ronëve dhe më rënd akoma në duart e Elvisa Gashi. Blushi, një pyetje ndoshta naive. Çfarë i ofron Ron Jefet kryeministrit Rama që duhet i fali ushtrinë, sigurinë kombëtare, buxhetin e armatimit, edhe nuk po flasim për pak para, tenderat sekret? I ofron mundësinë që këto lekë t'i ndajë me Edi Ramën. Po këtë do ja ofronin qindra të tjerë Edi Ramës. Dhe qindra të tjerë ndoshta nuk do t'i ofronin, sepse askush nuk merr përsipër që të njolloset dhe të bëjë burg për llogaritë Edi Ramës, ndërsa Ron Jefet është një ndër ta që është gati të bëjë burg edhe për llogaritë Edi Ramës, sikundër ka bërë burg dhe është duke bërë burg aktualisht Charles Megonigali, i cili u korruptua po nga Edi Rama për të goditur opozitën shqiptare. Askush nuk mund ta imagjinonte që një ish zyrtar i lartë i FBI-s të bëj burg për Edi Ramën, megjithatë Edi Rama është mjeshtër për të identifikuar të tillë personazh kontrovers, të cilët para paras janë gati të bëjnë gjithçka, qoftë edhe burg për një rrugaç, për një bandit
si Edi Rama, për një mercenar si Edi Rama, i cili i kanë nxjerrë në shitje interesat kombëtare, nuk kanë nxjerrë në shitje vetëm pronat e ushtrisë, ai kanë nxjerrë në shitje kufit e Kosovës. Ai është gati të shes detin e Shqipërisë për të falur qinjit ton jugor. Ai është gati të falë shtetin për të mbajtur pushtetin. Dhe është pikërisht kjo arsye përse gjithë të organizma ndërkombëtar, NATO, BE e tjerë, asnjë nuk ka asnjë mekanizëm për ta ndaluar. Në radhë të parë është detyra e shqiptarëve të mos mbajnë më as 1 minutë më shumë një bandit. E zëm se e ka pushtuar Shqipërinë le të themi. Një bandit dhe një rrugaç i cili ka pushtuar çdo zyrë shteti me të tillë bandit, me hora, me trafikant droge dhe që ka dorëzuar praktikisht sigurinë në duart e karteleve të drogës dhe këto nuk janë propagandë, kjo nuk është politik, lexoni dosjen e Akshit për të kuptuar se jo vetëm siguria kombëtare, por pronat e të gjithë shqiptarëve sot janë në duart e Ergys Agasit, kadastra është në duart e Ergys Agasit, sistemi TIMS është në duart e Ergys Agasit, i cili nuk është asgjë tjetër veçse si vllau i Ramës, por ai Rama i cili vetë Rama do të donte të ishte, pra që ka kontakte të drejt për drejta me krimin e organizuar. Ergys Agasi vetëm emrin ka të tillë, ai është Edi Rama i vërtet, sepse është pikërisht ky personazh cilin Edi Rama do donte realisht që të ishte, pra një bandit i cili jo vetëm të vjedh, por edhe të vret, të grabit vetëm dhe vetëm për të pasuruar në mënyrë të palishme në kurisë të popullit më të varfër dhe më të shtypur të kontinentit, i cili në mënyrë shumë dinjitoze ja dha përgjigjen që meritonte në 24 janar. Rikthehemi pak tek roni e fet, zoti Blushi. Duket se e njëjta skem është tentuar dhe në Senegal, por atje ka dështuar. Më trishton pak fakti që në Senegal nuk e pranuan këtë lloj afere dhe shqiptarët e pranuan mes të Evropës, dhe nga ana tjetër përkon pak momenti shoqëria Rama i Efet me shoqërinë Rama McGonigal. Madje disa burime thonë që është Roni Efet mik me Charles McGonigal më pas Edi Ramës. Nëse do të lexojmë shumë vëmendje konkluzionet të ndicet të indeksit për sundimin e ligjit, do të kuptojmë që Shqipëria nuk krahasohet jo vetëm me Senegalin, sa i përket sundimit të ligjit, por as me Vietnamin komunist. Nuk krahasohet as me Bielorusinë e Lukashenko sa i përket luftës kundër korrupsionit. Jemi vende mbrapa sa i përket respektimit të ligjit, sa i përket luftës kundër korrupsionit, dhe kjo për faktin sepse në këto 13 vite dhe sidomos pas miratimit me 140 vota të reformës në drejtësi, Edi Rama bëri gjithçka për të kapur ta shqyrtuar drejtësinë e re, thjesht dhe vetëm për të i garantuar jo vetëm imunitet absolut politik vetes vet, jo vetëm për të garantuar pandëshkueshmërinë e vetes vet, por edhe për të realizuar të tilla skema mafioze, për të rrjepur shqiptarët, për të cënuar sigurinë kombëtare, për të vjedhur çdo pronë private apo publike dhe të mos prekej, sikundër po vjon për fat të keq, të mos preket nga drejtësia e cila ende nuk ka guxuar ta marrë një herë të vetme në pyetje për të tilla skandale të cilat tani më janë në dritë të diellit, sikundër është në dritë të diellit afera e inceneratorit që nuk ekziston, por për cilën Edi Rama ka firmosur bonusin 8% kësaj kompanie, kur kompania nuk ekzistonte as në letër, as për këtë firmë, cilën unë e kam treguar para fytyrës mercenarit Altin Dumani në komisionin e ligjeve, kur ai erdhi për raportim, dhe as për atë firmë Edi Rama nuk është thirrur të merret në pyetje si ka mundësi kryeministër ke firmosur, ke favorizuar një kompani kur kompania nuk ekziston. E jo më për të tilla afera të cilat janë në dritë të diellit dhe për Ju keni një ide nëse do të merret ndonjëri pandehur Edi Rama? Do të jetë afërt e largët? Do të merret, ka vetëm një mundësi që Edi Rama të merret i pandehur, kur çdo prokuror në radhë të parë duhet të betohet dhe të respektojë betimin që i ka bërë në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, dhe kur realisht të kemi prokuror patriot që e duan me shpirt, me zemër, atë dhevën e tyre që i duan shqiptarët si të jenë antarë të familjes së vet.
Dhe në rast se pak romantike kjo, në terma më kalendarik kjo. Nuk është romantike, sepse Edi Rama pikërisht është përpjekur gjatë gjitha periudhave të shkatërrojë të gjithë vlerat, siç u përpoq deri me miratimin e ligjit antifamilje për të shkatruar të gjithë vlerat e kësaj shoqërie. Sot sa më pa karakter ti jesh, sa më anti-shqiptar ti jesh, sa më ajdu ti jesh, sa më trafikant, sa më kriminal, aq më lart ngrihesh në pozicionet shtetërore. Dhe janë vlerat të cilat ne si forcë politike i mbrojmë, sepse janë pikërisht të vlerat të cilat e kanë ruajtur ndërshekuj të kombin tonë dhe vlerat të cilat nuk mund të shkatrohen, nuk mund të shkërmoqen nga një sekt pa fe, pa adhe si ky i Edi Ramës, i cili jo më kot ka miratuar një ligj për të shkatruar në ADN familjen shqiptare, për të shkatruar pikërisht këto vlera. Pra, në rast se sot një prokuror i cili paguhet jo pak, por 10.000 euro në muaj, pa llogaritur dietat që mund të shkojnë paga stratosferike për një vend ku shqiptarët luftojnë çdo ditë, bëjnë 2-3 punë për të siguruar bukën e gojës dhe ende nuk ja dalin dot, jo vetëm të mbushin barkun me bukë, po as të kenë, nuk kanë as shërbimet më bazike, nuk kanë ujë të pishëm në çezmat e tyre. Për të mos folur pastaj për faktin tjetër të ronditës, që nëse në një anë kemi një zëvendës kryeministe me 300 apartamente, me 15 supermarkete, me 2 akte, kemi të rinj që bëjnë nga 2-3 punë, siç janë edhe kolegët tuaj të nderuar të Syrit, që punojnë edhe te plugu, apo jo, part-time, punojnë edhe gjatë gjithë ditës 24 orë në terren, dhe asnjë prej tyre sot nuk ka mundësi të ketë një banesë 1+1 në Tiranë, ku çmimet e apartamenteve janë më shtrenjtë se në Vjenë. Më lirë sot mund të blesh shtëpi në Valencia. Erdhi dikush, një miku im ishte në Valencia, tha apartamentet 70.000 euro. Sot të shkosh në blok për të marrë një gazetë. Se ekziston ajo shifër. Po nuk ekziston, se ka shku metri katror, po shkon 7.000, 8.000, 9.000 euro. Dhe prandaj Edi Rama është gati tani të shëmbë edhe godinën e televizionit publik. Thjesht dhe vetëm për të ndërtuar kulla, siç ishte gati bashkë me Bajram Begaj të shëmbë edhe presidencën, të ndërtonin aty edhe një kompleks. E mbani më se si i lutej Bajram Begaj, matha më duhet i lutej Erdoganit. Ishte kërkesë e Edi Ramës. Pra na ndihmoni se si të bëjmë kulla për të pastruar parat e Edi Rama. Kundërkohë, sot ke të paktën 70 apo 80.000 apartamente bosh, gjithë pallatet e Edi Ramës, të Belindas, të Belindave, të Lindave, të Mirlindave, apo jo, kjo është Republika e Lindave. Okej, çështja është, ju përmendet pak betimin e prokurorëve, zoti Bushi. Më fal, është një betim i cili ka përgjegjësi penale në rast se ti shkel betimin. Sepse shkelja i betimit të prokurorit cënon drejt për drejt sigurinë, cënon dhe jetën e qytetarëve. Sepse nëse një prokuror shkel ligjin, ai do thotë që lejon ai duhet të futin duart në xhepat tuaj. Nëse një prokuror shkel ligjin, do thotë që kriminali të trokas të dyert e gjithë shqiptarëve tu vjedh jo vetëm pasurinë, por tu vjedh edhe shtëpinë, sepse në rast se një prokuror shkel ligjin, do të thotë që ti amniston palishmërinë në këtë vend. Kështu që prandaj është shumë e rëndësishme që prokurorët t'i kthehen betimit nuk kushtetuar dhe jo betimit tek zyrat e Erbyes Agasit apo Angela Gaçi. Një tjetër grup që ka bërë betime janë dhe ushtarakët, zoti Blushi. Asnjë reagim nga asnjë ushtarak për këtë shthurje të ushtrisë shqiptare, edhe pse në etiketimin rilindje? Asnjë surprizë nga mos reagimi i ushtrisë në rast se ju do të keni parasysh. Besoj se ndodh në vende të tjera kjo. Në rast se ju do të keni parasysh që në territoret e ushtrisë shqiptare dhe jo më larg se sa në Zafir, ushtarët mbillnin drogë. Më thuaj një vend antar të NATO-s që në territorin e ushtrisë apo jo ushtarët në vend të jenë të gatshëm për të mbrojtur sigurinë kombëtare nga çdo kërcënim i mundshëm që mund të ndodhë në çdo moment, apo jo, ushtarët angazhohen, sigurisht me urdhër politik, për të mbjellë territorin ku ata të repartit e mbjellin me drogë. Dhe ky vend jemi. Kështu që mos u çudisni kur kemi edhe generalë që nuk kanë bërë një luftë në jetën e vet, por që janë gati apo jo të firmosin faljen e pronave të ushtrisë, si ti kishin pronat e babait të tyre, sepse pothuajse sot gjithë pronat ose shumica e pronave të ushtrisë, apo jo, u janë falur oligarkëve, të cilët erdhën me pantallona leshi dhe me pantallona të shkurtra në 2 metra më djetën, i mbani mend treqerekun e ministrave,
apo jo, shkonin me shapka në zyrë, dhe sot nuk i takon dot, sepse shoqërohen me eskorta, me blinda, dhe me një pasuri të pa imagjinueshme. Për një vend kaq të varfër si Shqipëria. Belinda Ballukun e kam patur kur kam punuar te News 24, një dekadë e gjysmë më larg, ka qenë producente e kafazit të artë. Pra punonte në Big Brother, për Big Brotherin e kohës. Po. Apo jo? Big Brother të varfër atëherë. Po, kemi qenë në një ambient. Se më kujtua këtë ditë. Ka qenë producente Big Brotherit, sot është një nga oligarket më të pasura të këtij vendi, për cilën i gjithë kuvendi është angazhuar për ta mbrojtur, si në fakt nuk po mbron Belindën, po mbron Edi Ramën, apo jo. Tani ka logjik, pra 15 vite ke qenë koleg me shumë kolegë të tjerë tek një televizion tjetër, pra te News 24, cilët ende vijojnë të punojnë në mënyrë të ndershme. Sot e kësaj dite ende shumica prej tyre janë pa shtëpi, sepse i takojmë çdo ditë, dhe ndërkohë ish producenti ai Big Brotherit apo ish kafazit të artë, sot është multimilionere në euro. Shumë apartamente. Këto janë kontraste të cilat janë vërtet irrituese, sidomos për atë kategori që vuajnë më shumë sot, që janë pensionistët, të cilat Nëse ata duken të kënaqur nëse i pyet. Nuk ka pensionist sot që mund të kënaqet kur sheh se si kjo qeveri u vjedh edhe remitancat, u vjedh edhe ndihmat cilët fëmijët që Edi Rama u ka çuar në emigracion, apo jo, dhe që dërgojnë kontribute ndihmesa për prindrit e tyre, i sheh se si kanë zhvlerësuar në mënyrë kriminale, se si narko euro ka zhvlerësuar në mënyrë kriminale euro. Nuk besoj se ka prind sot që kënaqet, që nëse kursi i euros jo më larg se 10 vite më parë ka qenë 1.4 lek, sot e kemi në pikjat dhe vijon pikjata ka shkuar 0.96. Pra, brenda 10 vitesh, apo jo, kursi i euros ka lëvizur në mënyrë dramatike, nuk ka pensionist sot që mund të jetë i lumtur me këtë qeveri, kur sheh se si pensioni i tij nuk del as për të paguar energjinë elektrike dhe as për të paguar ujin e pishëm, cili gjithashtu në 2026 nuk u shkon në banesat e tyre, nuk mund të ketë pensionist të kënaqur me këtë qeveri, kur sheh se si pensionistët apo jo numërojnë qindarkat para se të shkojnë në pazar për të bler ushqimet që i blen të paktën 50% më shtrenjtë se sa në vendet e Bashkimit Evropian, dhe nuk ka pensionist sot që sheh se si Kosova, një shtet i ri, me buxhet gati 2 herë më të vogël se sa Shqipëria, ka pensionet të paktën 2 herë më të larta se sa vendi ynë, që me 9 miliardë euro e kusur buxhet shteti më i madh në historinë e vet, apo jo, nuk ka para për të ndihmuar pensionistët, nuk ka para për të ndihmuar të sëmurët me tumor në spitalin onkologjik. Shumë prej tyre është tragjike në fakt, dhe kërkojnë ndjesë të gjitha tyre cilët e kanë kaluar të vuajtje në familjet e tyre, por që kanë humbur jetën në atë spital, që aty është në fakt një krim kundër njerëzimit, për vetëm 75.000 euro, cilat Edi Rama nuk i gjeti dot për të bler pajisjet e nevojshme në spitalin onkologjik. Kanë humbur jetën njerëz, kanë humbur jetën të mitur, thjesht dhe vetëm nga babëzia e Edi Ramës, i cili apo jo, si kundër e faktori dhe ish-krauti djath Arben Ahmetaj, 75.000 euro i ka barës me 2 shishe verë. Të ndershme, 2 cilësore dhe të freskëta. Ndërkohë, pyetja e fundit për çështjen e ushtrisë, zoti Blushi, ja mendoni se është pakthim tani më shpërbërja, rilindja e ushtrisë shqiptare dhe sigurisht humbja e gjithë parave, por edhe një sistemi armatimi për ne? Në fakt asgjë nuk është, sigurisht që dëmet janë shumë të mëdha. Janë dëmet të cilat do duhet kohë të riparohen, por një qeveri e cila ka vullnet për të ndushkuar dhe për të bërë shembull kudo që ka guxuar të tregtojë dhe të trajtojë si plaçk sigurinë kombëtare të Shqipërisë, asnjëherë nuk është vonë, dhe të jeni të bindur që me përmbysjen dhe me shkërmoqjen e këtij regjimi të kalbur, i cili ka vijon të qëndrojë në pushtet vetëm për shkak sepse ka gjetur një pateric në sistemin e drejtësisë, ka korruptuar disa prokurorë
e gjyqtar, nivel Duman, e nivel Irena Gjoka, të cilët hapur apo jo i shërbejnë Edi Ramës i kanë garantuar ati imunitet politik, megjithatë asgjë nuk harrohet, opozita ka mbajtur gjithçka shënim, gjithçka do të shpaguhet dhe gjithë secili që ka futur duart në xhepat e shqiptarëve do të marrë atë që meriton, sepse të gjitha nuk duhen trajtuar thjesht si një delinkuent e zakonshëm, nuk duhen trajtuar thjesht dhe vetëm si hajdut, si xhepist. Këtyre s'po merret as imuniteti, zoti Blushi, jo më parat. Por si tradhtar të kombit. Okej, ndërkohë se përfundoi si histori Big Brother, kjo e filluat me kafazën e artë, keni ca e filloi me kafazën e artë, vazhdoi me rrugët e Florinte, është në rrugën e... Jo, ka dhe një kalim tjetër nga Big Brother për e vërteti, po për te asaj i vetmi që është izoluar brenda një shtëpie pa kamera, është ish presidenti i Republikës, zoti Ilir Meta. Mund të na tregoni diçka sa i takon situatës së tij në këto momente? Gjëja e tij shëndetësore është shumë e mirë, është parametrat e tij shëndetësore janë parametrat e një piloti. Megjithatë, rrëmbimi i tij kriminal, unë sot do të publikoj fakte të reja sa i përket asaj çfarë ne kemi thënë, që zoti Meta në 21 tetor të vitit 2024 është rrëmbyer në mënyrë mafioze për më shumë se 2 orësh. Ai ka qenë i marr peng nga banditë, të cilët ne si forcë politike i kemi identifikuar, por që është detyra e shtetit t'i bëj publike. Zoti Meta sot qëndron në izolim ekstrem pas një fakt, pas një provë penale, pas një vendim të palishëm të firmosur për ti, pa asnjë qindark dëm shqiptarëve, dhe pa asnjë pasuri të palishme. I përsërisë këto element për të treguar që thjesht dhe vetëm ai u rrëmbye nga tmeri që Edi Rama kishte nga fuqia e tij elektorale dhe sidomos nga të vërtetat që zoti Meta denonconte, i thonte me zë të lartë dhe vijon të thot me zë të lartë, është një proces i cili tani më ka hyrë disi në po ndjek atë rrugën që duhet ndjekë, por të gjithë shqiptarët duhet të jenë, të gjithë anëtarët e Partisë së Lirisë, të gjithë simpatizantët e tij dhe në radhë parë të gjithë shqiptarët, opinioni publik vendas dhe ndërkombëtar shumë shpejt do t'i provohet se i gjithë ky izolim ekstrem, rrëmbimi i tij kriminal dhe mafios ka ndodhur thjesht dhe vetëm sepse Edi Rama urrente të vërtetat e thëna nga zoti Meta me zë të lartë, nuk ka asnjë provë ndaj tij, nuk ka asnjë akt të palishëm të përvomosur për tij, i është bërë vetting dhe nëse ka vetëm një merit, më thonë za Spaku, është fakti që i ka bërë vettingun 32 vjeçar, 34 vjeçar vettingun politik zotit Meta, dhe ajo çfarë ka zbuluar ka qenë 0 qindark e palishme, 0 pasuri e palishme, 0 vendim i palishëm, 0 akt i palishëm. Pikërisht, për gjitha këto arsye, unë jo më kot kam palemëruar se të gjitha ata prokuror, se sigurisht ata bandit që morën pjesë në atë operacion nuk kam për të amnistuar kur dhe do të marrin dëshkimin e merituar, një dëshkim i cili nuk do të jetë politik, por do të jetë një dëshkim ligjor, sepse askush nuk mund të rrëmbej dhe të marrë peng një qytetar të thjeshtë. Ne kemi parë se si është rrëmbyer. Se vitet e fundit ishte bë specialitet kjo punë. Si pikërisht, edhe kjo nga këto të akshit. Dhe pikërisht rrëmbimi i zotit Meta është pjesë e të njëjtës filozofie, sepse ne kemi parë se si është rrëmbyer Geron Meçe, se si u rrëmbyer Daniel Çima, por dua t'ju kujtoj që në atë rrëmbim kriminal, cilin e ka parë të gjithë shqiptarët, mjafton të heqim një paralele, edhe pse nuk qëndron, por unë dua ta rikujtoj që edhe kur forca Delta i shkuan Maduros, me ato operacion që e dini se si ka ndodhur, apo jo, para se t'i vinin prangat, i treguan vendimin e gjykatës amerikane. Po të rëmbem, tha, po të marrim, sepse ti je i dënuar nga gjykata amerikane. Kjo gjë nuk ka ndodhur në rastin e zotit Meta, për cilin nuk ka patur asnjë provë, asnjë fakt, vetëm iluzione dhe marrëzit e Edi Ramës dhe urrëtia e Edi Ramës dhe Ilir Metës, u rrëmbye pa ju treguar asnjë vendim gjykate,
pa ju lënë drejtë as komunikonte me avokatin, madje bashkë me të, apo jo, u mor peng, u rrëmbye edhe drejtuesi i automjetit, për cilin nuk ishte asnjë vendim dhe për të cilin gjykata nuk ishte marrë asnjë masë arresti. U rrëmbyen të dy dhe u mbajtën të dy, apo jo, u morën peng për më shumë se 2 orë, dhe sot, pa dashur që ta bëj publik që tani, do të publikoj dokumenta se si edhe vetë shteti pranon që të paktën për 2 orësh zoti Meta ka qenë i marrë peng dhe rrëmbyer nga njëjta strukturë mafioze, që siç faktoi afera Akshit, rrëmbente qytetar, rrëmbente biznesmen, madje kemi patur dhe raste ku njerëz të rrëmbyer, trupat e cilëve sot nuk janë gjetur dhe nuk është çudi që edhe ai operacion kriminal të ketë patur ndoshta qëllim që të shkaktonte atë ditë edhe Gjerderdi. Faleminderit zoti Blushi për kohën tuaj. Ne do të spostohemi në Kosovë, vidhen më pak vota se në Shqipëri, por arrestohen më shumë njerëz. Ndoshta janë arrestuar më shumë njerëz se ç'vota janë të vjedhura. Kosovë, por detajet i shohim nga ky material.